E vetmja që ka shprehur ambicie është Vjosa Osmani për një mandat të dytë. Pra, sot Lumena Degjiku, kryetari i LDK-s, tha s'kemi qasje përjashtuese ndaj Vjosa Osmanit. Dhe me këto votat vendimtare që mund të ishin të AK-s 6, ato të ishte pra formulë e sigurt për Vjosa Osmanin, apo zoti Kurti nuk do fare Sonin Osmani? Nëse shkon nga aspekti numerik, po. Qërë, Vjosa Osmani, partitë opozitare kanë qenë të bindun që Kurti do të emran, do të zhidhë. Se dorën zemër Kurtit, krejt kërkesat ja ka plotësu Kurtit. Vjosa, gjitha kërkesat, legale dhe jo ilegale, etike dhe jo etike. Nuk ka pas kërkes Kurti që nuk ja ka plotësu. Do të thonë, partitë opozitare kanë qenë muajt e kaluar, bajagit barikadum se nuk do t'i bëjnë quorum Vjosës. To kanë thonë edhe deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe të Aleancës gjithsesi. Çka kemi po, është ka ndodhur një zhvillim i çuditshëm, po më duket edhe partitë opozitare janë befasu që ishte që nga dita e zgjedhjeve po qartë se Kurti nuk ka me propozu Vjosa Osmanin. Do të rajmë të Kurti ishin që i kanë 3 çështje përpara. Kustodimi i Kuvendit, formimi i qeverisë, çështja e marrëveshjeve ndërkombëtare, buxhetit në pas çështja e presidentit. Vitin 2021 atë ditë kanë festuar së bashku, ditën e zgjedhjeve kur kanë dalë rezultatet, ka thonë kjo është presidentja dhe ka luftu për to. E ka rekrutuar një deputet të Aleancës, një të PDK-s dhe siç thot Pacolli nga zyra e tij ne kanë thirrë edhe Radoj Siçin me asigurua 2 vota, domethënë ka luftu për me bë presidente. E atë dita si vje ka kohë për këtë punë, kjo ishte një formë subtile e refuzimit. Dhe pastaj u pa, masanaj që na nuk i kemi votat për Vjosën dhe që ka bo përpjekje. Kjo që ka tha Lumiri, e kemi pa edhe tek disa deputet Lidhjes Demokratike të Kosovës, konkretisht nga Ukrugova, është pa një fry ma pozitive, ma e hapun tek Lidhja Demokratike e Kosovës, që ndoshta e pranojnë kompromisin, e pranojnë për Vjosën. Mirë po një kërkesë e tillë nuk i ka ardhur nga Kurti, dhe nëse e ka... Kurti që është formulë sigurt me LDK-n vetëm. Po cila është 84-5 vota. Po ku ne ka ashtu, do të thonë çfarë kandidati ka propozu për 84-5 vota. Do të thonë nuk ka antar të lëvizjes vetëvendosje që i merr 84-5 vota. Do të thonë ky as i ka provu me luftu për to. Tash ai mundet, tash e ka po siç e thatë edhe përpara emisionit, që ekziston një frymë e fuqishme tek votuesit e lëvizjes vetëvendosje që janë pro Vjosës. Pra, nuk isha befasu hiç që kur është e sigurt që Vjosa nuk kalon, një ditë përpara që megjithatë vjen me Vjosën si kandidate, i vetëdijshëm që nuk zgjedhet, po nuk po don me marr fajin që Vjosas nuk po jepet për një mandat. Është pra një lojë, ose nëse ndodh çysh se thash, mundet me u interpretu si një lojë bagi e dytë e Kurtit për me qysh me thonë, për me minimizu rolin e tina në mos vazhdimin e 10 mandatit të Vjosa Osmanit.